për të thirrë në devijim, për të thirrë në dalalet, për të thirrë në degenerim. Dhe atë e shohim në shumë vende. Dhe kjo thirrje ka hyrë në shtëpia tona. Kjo thirrje ka hyrë në përdhoma tona. Kjo thirrje është e rrezikshme, megjithse kjo thirrje i ka gjitha dyert hapura. Dhe atë e sheh në mjetet e informimit, dhe atë e sheh në emisione të ndryshme, dhe atë e sheh në seriale të ndryshme, dhe atë e sheh në përlajme dhe portale të ndryshme, thirrje për degenerim. Dhe qëllimi më i madh i armiqve të islamit dhe armiqve të muslimanve është prishja e moralit në mesin e muslimanve. Nëse muslimant nuk kanë nder, nëse muslimant nuk kanë moral, nëse muslimant nuk kanë familje, kjo është arritja më e madhe e atyre që janë kundër islamit. E morali si prishet, e nderi si prishet, e familja si shkatrohet, ajo nuk bëhet për një ditë. Dhe ajo nuk bëhet për një javë apo një muaj. Ajo bëhet gradualisht, duke punuar me masën e gjerë dhe popullit duke i servu shkatrim dhe shthurje.